Dashur miq, ju uroj mirëmëngjes dhe ju uroj mirëseardhjen për ditën e sotme në ditë e re weekend në Ora News për 120 minuta do të jemi në shoqërinë e njëri tjetrit në këtë të diel kur data shënon 29 maj, një diel mjaft favorizuese për gjithë ata të cilët duan ta shfrytëzojnë këtë ditë me familjen, buz Bregdetit ose pse jo edhe në për zona malore, pasi temperaturat do të jenë të larta dhe do të jetë një kohë e cila do t'ju favorizojë për të kaluar sa më këndshëm gjithmonë pas përfundimit të programit, pas orës 10 kur edhe dita në fakt e diel kërkon ndoshta pak më shumë çlodhje edhe pak më shumë kohë dhe hapësirë për veten. Mirë, ne jemi rikthyer përsëri në studio. Unë kam një mikësh të studios her pas here, Oriola vjen në studio, Oriola Plaku, mirëmëngjes, mirë se erdhe, psikologe. Do të flasim pak për ngjarjen e cila jo këtë javën e kaluar, por dhe jehonën e pati dhe gjesa jave, të asaj çfarë ndodhi në Shkodër ku 3 vajza u dhunuan seksualisht, por edhe patën dhe dhunë fizike dhe psikologjike, çka ka ngjallur një debat se si duhet funksionojnë këto qendra rezidenciale për fëmijë, për jetimët biologjik apo për jetimët social, dhe çfarë impakti krijon kjo ngjarje e Shkodrës në të gjitha qendrat në Shqipëri. Unë dua të di impaktin personal, Oriola, në momentin që mësove këtë ngjarje si psikologe, besoj ndjeshmëria është rritur akoma dhe më shumë kur e kuptove, si reagove, cili ka qenë reagimi i parë? Në fakt, këto ngjarje kanë pasur një peshë shumë emocionale tek çdo kush që punon, sidomos ata që punojnë me fëmijët. Kanë qenë pamje tronditse, rënqese për të thënë, sepse këta fëmijë të cilët i besohen këtyre kujdestarëve, i besohet jeta, pësojnë jo vetëm traumat që janë të kaluarës tyre, po pësojnë dhe traumat të tjera sekondare gjatë rrugës. Me thënë të drejtën jam shokuar nga këto ngjarje. Dhuna dihet është një fenomen që ka ekzistuar, biles ne kemi dhe proverba popullor, kush të rreth të don. Por ka dalë për të justifikuar dhunën. Për të justifikuar dhunën, megjithatë dhuna fizike perceptohet si një metodë edukimi tek pa dashur, pa kuptuar se çfarë efektesh dhe pasojash ka tek individi. Pasojat janë tepër të madhore, pasi jo vetëm dëmton vetëvlerësimin, por shkakton probleme në funksionimin e përditshëm të fëmijës. Si për shembull, mund të bëjë një fëmijë agresiv dhe kur të rritet ai do ketë gjasa që të shfaqë sjellje agresive dhe të futet në këto sjellje deviante. Më pas, jo vetëm problemeve të humorit, që mund të jenë depresioni, tentativa suicide, edhe shumë efektet të tjera madhore që e dëmtojnë personalitetin, zhvillimin e personalitetit të një fëmije. Çfarë impakti mendoni se ka kjo ngjarje tek fëmijët e asaj qendre, të cilët tashmë prej asaj ngjarje, po ndoshta edhe kur e kanë ditur, janë ndjerë të friksuar, të mbyllur në vetvete, të veçuar, besoj kanë preferuar distancimin, por edhe më gjerë në këndvështrim psikologjik për fëmijën? Situata është tejet alarmante, por pasojat janë të vazhdosh qëndrosh në një ambient ku je dhunuar, është gja friksuese për një fëmijë, sepse ambienti duhet jetë sa më stimulues dhe rritës për fëmijën, në mënyrë që fëmija të ndihet mirë, dhe qëndrimi në këto ambiente ku fëmija është dhunuar shkakton trauma. Nxit dhe stimulon aktivizimin e traumës tek fëmija, sepse ai është gjatë dhunuar aty seksualisht, fizikisht, dhe edhe këto intervistat e shumta të cilet media apo persona tjerë që fillojnë dhe eksplorojnë, fëmijës nuk i bëjnë mirë psikologjikisht, sepse sjellin flashback, reaktivizim, apo ripërjetim të asaj se çfarë ka ndodhur. E kuptoj. Ndërkohë, mund themi që është një rastësi kjo që ka ndodhur në Shkodër, sepse pak kohë më përpara u publikua një video ku kujdestaret rrihnin në mënyrë barbare, godisnin në mënyrë të frikshme fëmijë të moshës 3 vjeçare, që është çmenduri ta mendosh, jo më ta bësh. Edhe më pas përsëritja e kësaj që ndodhi me dhunimin seksual të këtyre vajzave, pse pikërisht në Shkodra, apo mund të jetë kjo lloj rastësie? Nëse Shkodra ka marrë atë mori konotacionin negativ dhe tani po përpiqen që të gjithë që të fokusohen atje.
jo vetëm Shkodër mund ndodhi në rëndom në çdo vende, por rrethet janë më tepër të predispozuar që të ketë më tepër sjellje të tilla ndaj fëmijëve, sepse ka mungesë stafi, ka mungesën e psikologut që është shumë i rëndësishëm, sepse një fëmijë me çrregullim hiperaktiviteti nuk mund të menaxhohet dot nga kujdestari dhe forma më e mirë që kujdestari mendon si zgjidhje është goditura, dhuna. Pa dashur dhe pa kuptuar që kemi dhe dhunë psikologjike që ndodh rëndom, sepse neve dhe si kulturë kemi paksa këtë pjesën e dhunës verbale. Mos e bëj se ta tregoj shefin, mjafton kaq dhunë psikologjike. Po, pa dashur pa kuptuar që dhuna psikologjike është e barazvlefshme me dhunën fizike, sepse ka pothuajse të njëjtat efekte tek fëmia. E kuptoj. Ndërkohë, në dielin tënde si paraqitet gjendja në për qendrat e tjera jetimore, shëndetësore të thoya, po dhe këto janë një farë drejtimi shëndetësor. Në qytetet e tjera të paktën. Unë nuk mund të flas për sa kam informacion, domethënë nga ato që kam dëgjuar nga media. Të që funksionon normalisht dhe s'mund të bëj raportime të tilla, sepse s'është se jam marrë me këtë pjesë. Që një shtëpi fëmije të funksionojë ashtu siç duhet, cilat janë elementët kryesor, flas nga ana psikologjike, që i bën mirë mirëritjes së fëmijës, domethënë ndoshta organizimi, nevoja për të pasur një psikolog, marrëveshjet dhe marrjet vesh ndërmjet fëmijëve dhe pastaj kujdestarëve të tyre. Cila është metoda më e mirë? Metoda më e mirë për t'i mbajtur të organizuar dhe sa më të lidhur. Për t'i mbajtur sa më mirë. Faktikisht është shumë e rëndësishme, unë kam folur edhe për pjesën e atashimit, do të thua që është një proces që ndodh shumë rrallë tek pjesët e këtyre institucioneve të përkujdesit, sepse duke qenë se numri është i madh i fëmijëve, vëmendja është më tepër e fokusuar tek fëmijët më të vegjël dhe ndodh ndryshe një diferencim ndërmjet fëmijëve. Por ajo çka unë mendoj që do të ishte më e shëndetshme është minimizimi i fëmijëve, domethënë ndarja nëpër grupe. Ndodh nëpër këto qendrat e përkujdesit social që kemi fëmijë 0 për shembull deri në 6 vjeç, mosha dhe më sipër. Edhe kjo ndarje, kategori fëmijësh nuk e favorizon rritjen e tyre sepse rriten në një ambient dhe pastaj transferohen nëpër ambiente të tjera. Dhe kjo nuk është as pak e shëndetshme për fëmijën sepse kalojnë traumë pas traume. Po si duhet funksionojë? Këta duhet rriten nga mosha 0 deri në 15 vjeç për shembull të jetë në qendër? Po, modeli më i mirë është modeli shtëpi familje, e cila i jep mundësi të rriten me dashuri fëmijët dhe në fakt ka qendra të cilët ofrojnë për shembull kujdes duke ofruar modelin e familjes që merren motra e vëllezër dhe jetojnë në të njëjtën shtëpi. Po në momentin kur një fëmijë nuk i ka, kur është jetim biologjik? Patjetër. Si mund të krijohet ky modeli shtëpi familje? Për shembull, unë nuk e kam familjen. Si mund të... Jetim, po duhet kesh një motër ose një vëlla, ka raste domethënë që bashkohen këto fëmijët. Kur janë jetim social? Po, edhe jetim social edhe jetim biologjik, patjetër. Dhe sa efektive është, sa efikase është kjo për psikologjin e fëmijës? Shumë efektive sepse bën fëmijët të ndihet mirë, të ndihet i sigurt, dhe të ketë për shembull një familjar është goxha dhe mirë përsa i përket që ka një lloj suporti emocional tek motra apo vllai, sado i vogël mund të jetë. Edhe kjo e ndihmon pjesën e rritjes fëmijës dhe emocionalisht. E kuptoj. Ndërkohë, në këndvështrimin tuaj si psikologe Aurela, cila është mosha kur këta fëmijë duhet largohen nga këto qendra? Mendohet që mosha 18 vjeç presupozohet që janë më të pjekur edhe më të aftë për të dalë për të punuar. Në fakt, kemi dhe mosha 18 vjeç, cilët nuk mund të jetë të rritur emocionalisht për të përgatitur jetën, dhe mund të jenë akoma fëmijë së brendshme. Ajo çka unë gjykoj se është e rëndësishme, duhet vijoj përkujdesja ndaj këtij target grupi, sepse këto kanë shumë kanë nevojë për shumë mbështetje. Në momentin që ky skandal u bë publik, skandali Shkodrës e kam fjalën, pati një reagim nga ana e Ministrisë Mirëqenie Sociale, ku përveç se do të ketë inspektim pa diskutim, inspektim rrënjësor, jo vetëm në Shkodër, por në gjitha qendrat e tjera, u hodhë dhe ideja për t'i mbyllur këto qendra, të paktën atë të Shkodrës, ose
për ta mbyllur pse jo edhe për ta riorganizuar, ç'mendim ke, çfarë i duhet realisht këtyre qendrave? Ndoshta kur kam problematika kaq të rënda si ajo e Shkodrës flas. Në fakt duhet riformatim i çdo gjëje, mënyrës se si funksionojnë, operojnë këto qendra dhe mënyrës se si ky staf për kujdesës duhet të rekrutuar. Kam përshtypjen që pjesa më e madhe e stafit personeli që kujdeset direkt i kanë pjesën e arsimimit, por kjo punë kam përshtypjen që kërkon dhe pjesën e një individi shumë paqësor që ka një marrëdhënie shumë të mirë me veten, në mënyrë që di se si ta transmetoj atë lloj mirësie tek fëmia, se jo vetëm pjesa e arsimimit është determinante në të tilla raste. Kështu që unë mendoj që ata që më rekrutojnë duhet t'i japin shumë rëndësi të paktën të vlerësohet gjendja psikologjike e atij që i jepet në dorë jeta e fëmijës. Po, nevoja për të pasur jo vetëm një psikolog, disa psikologë në për të qendra, sa e madhe është? Çfarë roli luan psikologu realisht? Ka një rol shumë të rëndësishëm në këto qendra, se jo vetëm merret me pjesën e rekomandimit të fëmijëve kur ata kanë nevojë për specialist jashtëm, për shembull për psikoterapi, por edhe për nevoja të tjera si mësues special apo pjesën e logopedistit për pjesën e zhvillimit gjyqësor, sepse kemi fëmijë me vështirësi të ndryshme, me nevoja të ndryshme. Edhe fakti, pjesa e integrimit të këtyre fëmijëve në këto grupe i bën shumë mirë, por ata kanë nevojë për një ndjekje të vazhdueshme në mënyrë që atyre t'i zbuten të tilla të vështirësi që ata kanë. Ka fëmijë me probleme të theksuara psikologjike në paktën ato raste që ti ke hasur? Unë nuk mund të them... Dhe cilat janë problemet ato që bien më shumë në sy? Fëmijët janë të ndryshëm nga... fëmijët jetima? Po sigurisht që ata kanë vështirësi emocionale që janë tipike tek këta fëmijë, por mund të them që janë fëmijë që kanë nevojë për një mbështetje dhe pse jo ata mund të jenë potencial shumë të mirë në të ardhmen. Mirë do ishte sepse dhe ata janë pjesë e shoqërisë. Për të ndalur pak jashtë kësaj dhe për të folur pak në tërësi për dhunën ndaj fëmijëve. Flitet që ka rritje të rasteve të dhunës së fëmijëve, jo fëmijëve jetim, dhunës të përgjithësi ndaj fëmijët. Si mund të minimizohet ky fenomen? Çfarë pune i duhet një shoqërie, gjithëve ne bashk, institucioneve shtetërore për ta ndalur apo për ta ndalur është pak e vështirë, por për ta frenuar këtë fenomen? Në fakt, ne nuk është se kemi vetëm dhunën nga pjesa e kujdestarëve, pjesa e mësuesve, sepse këto janë etiketuar, por kemi dhe fenomene të tjera dhunës, siç është bulizmi për shembull, dhuna ndërmjet bashkëmoshatarëve nëpër shkolla. Çfarë mund të bëhet për të parandaluar? Mund të them që trajnimet janë shumë efektive në të tilla raste, sa më shumë trajnime, atëherë më tepër rritet kjo pjesa e parandalimit ndaj këtyre fenomeneve. Është fenomeni për hapur bulizmi, se unë kam dëgjuar shpeshherë që dhunohen psikologjikisht fëmijët nga bashkëmoshatarët e tyre, aq sa arrin atë pikën që nuk pranojnë të shkojnë më në shkollë. Edhe sikur të duan t'ia undrojnë shkollën, prindrit nuk e kanë më dëshirë. Po, sepse shkakton vështirësi madhore emocionale pjesa e bulizmit tek fëmijët, dhe sidomos bulizmi social. Si mund të kurohet? Si mund ta rikthejmë fëmijën prapë në gjendjen e mëparshme? Me seanca këshillimi individual, fëmia do ketë nevojë, domethënë të suportohet për disa kohë dhe pastaj të marrë veten në dorë për sa i përket menaxhimit të tillave situata, sepse duhet të raportuar si pjesa e dhunës ndërmjet moshatarëve, por edhe pjesa e paçka që fëmijët e kanë shumë të vështirë për të reaguar apo për ta thënë një gjë të tillë, sepse është ajo frika iracionale që unë që po tregoj se çfarë do të ndodhi më pas me mua, dhe kjo është një lloj mekanizmi mbrojtës që fëmijët e përdorin. Megjithatë, ka institucione që kanë politika shumë të mira për sa i përket të mbrojtjes së fëmijëve. Ndërkohë, përveç saj, ka dhe dhunë që ushtrohet nga familjarët, ka dhe dhunë që ushtrohet nga ata që i përdorin fëmijët, le të themi si tutor herë pas here, fëmijët e rrugës, sidomos janë më të neglizhuarit. Më të neglizhuarit si fëmijë dhe janë fëmijë tamam të abuzuar, sepse
përdoren për interesat personale të prindërve që të menaxhojnë jetën. Janë këta fëmijë një kontingjent i devijimit të sjelljeve të duhura, le të themi, në shoqëri, ndoshta një kontingjent krimi, një kontingjent njerëzish që merren me grabitje në të ardhmen, nëse vazhdojnë të jenë të dhunuar, të shfrytzuar dhe të pamotivuar emocionalisht dhe psikologjikisht. Sigurisht, dhuna prodhon dhunë dhe duke e mërtuar kaq thjesht këtë, atëherë do të kemi pastaj gjasa që në të ardhmen të kemi individ të cilët kultivojnë po të njëjtat sjellje me të tjerët. Po, ndërkohë ka dhe një tjetër rast interesant deri diku, edhe që është për të shqetësuar dhuna brenda në familje, por jo nga prindrit, nga vëllezërit apo nga motrat më të rritur. Nga se vjen kjo? Do të thënë, pse një fëmijë më i madh dhunon motrën apo vllajën më të vogël, sepse dhe kjo dhunë është, ndoshta dhe pa dijenin e prindërve, sigurisht sepse prindri do reagojë dhe do kërkojë vendosjen e drejtësisë, le të themi, balancës në familje. Është konstelacioni familjar, do të thënë radha e lindjes, kur vjen një fëmijë më i vogël në familje, ndodh kjo gjë që përpiqet duket sikur po e hedh nga froni atë më të madhin, perceptimi fëmijëror. Dhe fillojnë dhe lindin këto xhelozit ndërmjet fëmijëve. Po megjithatë prindi duhet të jetë shumë i zgjuar dhe ti vëzhgojë mirë sjelljet e fëmijës. Dhe kur them ti vëzhgojë mirë, të shohë mënyrën se si sillet fëmia. Një fëmijë që qëndron me sy poshtë, që përpiqet që të shmang sjelljen, kontaktin sy me sy, kjo do të tregon që ky fëmijë ka diçka që nuk shkon, kështu që është shumë e rëndësishme që prindit bisedojë me fëmijën dhe të përdori metoda sa më të mira të disiplinimit pozitiv. Në cilën moshë ndodh përgjithsisht kjo? Cilat janë moshat që e shfaqen më shumë? Sidomos mosha 4-5 vjeç deri në 10 ka gjasa që të shikohet kjo lloj. Me xhelozi nëse vjen një antar i ri në familje. Patjetër. Interesante. Duket sikur po i merret vëmendja. Po e lën pas dore, do vi një pjesëtar i ri që çështje perceptimi. Mirë, megjithatë fëmijët prap kanë mundësi për t'i rikuperuar këto gjëra, nëse bëhet kujdes nga familja, po duhet menaxhohet situata familjare sa më në mënyrë të shëndetshme, në mënyrë që kjo situatë kalojë. Edhe një pyetje të fundit, mendon që duhet fillojë edhe në Shqipëri praktika e takimeve me psikologun, edhe pa që nevoja për të qenë në buzë të depresionit, për shembull, një njeri ka nevojë të shkojë të bëjë një takim me psikologun, qoftë edhe në një ditë kur nuk ndihet shumë mirë, për të nxjerrë atë, për të mos shqetësuar shokët edhe shoqjet apo miqt, për t'i thënë, "Jo se kam këtë hallin, po ende." Duhet futet praktika si në përbot takimet me psikologun ose një psikolog në familje? Psikologu është shumë i rëndësishëm, ashtu siç e përmenda pak më parë, dhe bën të ndihet mirë dikën. Jo vetëm në raste sepse ne kur shkojmë drejt një limiti të caktuar, priremi të orientohemi drejt personave që ofrojnë këto shërbime. Madje mezi e pranojmë edhe këtë faktin, do shkoj te psikologu, është traumë vete. Po, është shumë e vështirë dhe madje e perceptojnë sikur ke simptoma klinike, në fakt kur ti drejtohesh drejt psikologut. Ndryshe nga psikiatri. Që është tjetër gjë. Seancat e këshillimit janë shumë nevojshme për çdo kënd, edhe për ato që të cilët nuk kanë ndonjë vështirësi. Kështu që unë mendoj që pse jo, të futet të jetë pjesë e çdo hallke psikologu. Po psikologu me kë këshillohet vetë? Psikologu ka supervizim. Dhe supervizimi i ndihmon që mos të shkoj drejt burnoutit apo raskapitjes mendore, në mënyrë që ta menaxhoj sa më mirë veten dhe problematikën. Sepse mund të ndodhë që edhe një psikolog të ketë nevojë për të pasur një seancë me një tjetër psikolog. Sigurisht, pse jo, është shumë e shëndetshme, është e shëndetshme. Ata që supervizojnë, domethënë, janë edhe ata psikolog vetë. Domethënë, keni dhe juve një zgjidhje nëse doni të keni këshillin. Supervizimi është proces shumë i rëndësishëm për çdo kënd. Madje ka organizata cilët e ofrojnë këtë lloj shërbimi në mënyrë që punonjësit ndihet mirë, të jetë sa më produktiv dhe të ofrojë një shërbim shumë cilësor. Dhe të mos lodhet, sepse besoj pas çdo seance ka një lodhje psikologjike pasi e ke dëgjuar tjetrin me një vëmendje të madhe. Dëgjimi aktiv ka dhe ato efektet e veta, ka një lloj lodhje, por gjithsesi gjatë pas një seance këshillimi që mund të ofrosh, merr një pauzë prej 5 apo 10 minutash në mënyrë që të rifillosh punën dhe t'jesh sa më i vëmendshëm ndaj klientit tjetër që po vjen.
Unë të falenderoj shumë për prezencën në studio dhe për këto diskutimet cila duke ndoshta pak periferike, por që janë shumë të rëndësishme kur bëhet fjalë për fëmijët, sepse mirëritja e një fëmije është një ardhme më e mirë dhe më e sigurt. Unë ju falenderoj për ftesën, në gjithmonë kënaqësi të jem pjesë e juaja. Faleminderit Oriola. Pastaj në darkë merremi me librat, po flasim për librat. Në fakt ne jemi në transmetim, kam kënaqësinë në studio të kem botuesin e shtëpisë, botuese dituria Petrit Ymeri. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Faleminderit zoti Petrit. Ky ka qenë një muaj shumë i ngjeshur dhe shumë i rëndësishëm për shtëpinë botuese dituria, sepse ju keni festuar 25 vjetorin e shtëpisë botuese private, le të themi. Unë kam qenë edhe në pritjen e organizuar në Hotel Rogner, ditën e mërkuri ishte një ngjarje shumë e rëndësishme dhe e këndshme. Si kanë qenë këto 25 vjet? Po nis nga ky evenimenti më i fundit, pastaj të kaloj te Zanafilla. Po. Këto 25 vjet kanë qenë vite pune dhe vite pune shoqëruar natyrisht me pasionin. Si çdo punë që kërkon pasion, edhe puna me kulturën, puna me librin kërkon një pasion plus. Me këtë nuk dua të them, prandaj thashë në fillim si çdo punë, që edhe puna me thjesht nuk kërkon pasionin, nuk kërkon përkushtimin, por puna me librin duke qenë një punë e veçantë që ka të bëjë me dijen, që ka të bëjë me informacionin, që ka të bëjë me kulturën, me shkencën, me prirjet letrare e tjera me historinë, do thënë do një gjë një përqendrim më të madh, do një vëmendje më të madhe për të ndjekur gjithë prirje, tendencat e librit, tendencat e kulturës në Shqipëri dhe në botë. Natyrisht, këto kanë qenë vite pune edhe të vështira në kuptimin që janë shoqëruar me gjithë këtë tranzicion të gjatë që nisi Shqipëria në fillim vitit 90, pra Shtëpia Botuese Dituria ka lindur në pranverën e vitit 1991, pikërisht në atë kohë kur në Shqipëri, si thuash, po nisnin të ndodhin ato përmbysje të mëdha, ato ndryshime shumë të mëdha në gjithë jetën shoqërore dhe politike dhe ekonomike të vendit. Pra, jemi si thuash në të njëjtën kohë. Kështu që kanë veçantinë e vet këto 25 vite. Si ka nisur, pse jeni marrë pikërisht me librin? Dhe çfarë ju shtyu pastaj për të bërë një gjë tuaj, zoti Petrit, sepse ka një lloj ndjesie. Kjo është një pyetje interesante edhe për dëgjuesin, për shikuesin. Unë do të thënë, jeta ime, e gjithë jeta ime është e lidhur me librin. Unë mbaj mend veten që fëmijë, do të thënë, në sa jetë prindërve të mi që na mësuan ta kemi librin pranë. Gjithë jeta ime ka qenë e lidhur me librin, edhe si student i letërsisë, edhe më vonë mësuese, më vonë pedagog i letërsisë në fakultet, edhe puna që kam bërë, do të thënë, kam punuar një farë kohë në Radio Televizion Shqiptar, më pas kam qenë në Shtëpinë Botuese të Dëntorit, pra vitin 91 mua më gjeti në Shtëpinë Botuese, kam qenë përgjegjës redaksie në Shtëpinë Botuese, pra ishte një punë që unë e njihja dhe e doja mirë. Kështu që në ato dilemat mëdha që po kalonte gjithë Shqipëria në pranverën, sepse ato ditë fundit të 90-s e fillimit të 91-shit kanë qenë ditë shumë intensive, ata që kanë jetuar, do thënë të rritur, i kujtojnë akoma më mirë. Në ato ditë intensive, do thënë, gjithsesi shtonte në mendje çfarë do bëj? Çfarë do bëj me veten, çfarë do bëj me punën, e kështu me radhë. Dhe ne vendosim të hapim këtë veprimtari, Shtëpinë Botuese Dituria, do thënë është një gjë më vete, pastaj mendimi i emrit, të vëmë të emër apo këtë emër. Për fat mirë ky emër qelloi Fatlum, historia qelloi Fatlum, ka dhe një domethënie, edhe kështu që do thënë ishte një Shtëpia Botuese Dituria që është e para shtëpi botuese private në Shqipëri pas shndërrimeve të mëdha, nisi në atë kohë dhe ishte një vazhdim i punës së mëparshme që unë bëja në Shtëpinë Botuese Shtetërore, vetëm se me një ndryshim që ne tani kishim mundësi në kushtet e reja, më falni, në kushtet e reja të realizonim shumë nga ato aspirata, nga ato dëshira që nuk kishim mundësi të realizonim më parë, pra të mbushim ato boshllëqe autorësh e veprash, të kërkonim për botime të reja, të kërkonim për titull interesant për lexuesin ton, i cili dhe ai kishte shumë kërkesa dhe ne, për fat të mirë duke qenë profesionist të kësaj fushë, i njinim të dëshira, i njinim të mungesa që kishte në treg, i njinim mungesat që kishte biblioteka jonë
dhe tregu ju një libri, ta që më lexuesin përgjithësi. Cilat kanë qenë librat e parë që u vendosët për t'i botuar dhe si janë pritur nga lexuesit? Shiko, ne kemi botuar shumë libra në vitet në 91, duke filluar që nga libra për fëmijë, edhe libra informacioni, por unë dua të kujtoj që do librat e parë dhe vërtet interesante që u pritën shumë mirë kanë qenë 3 librat shkrimtarit të njohur Odisej Grillo, të cilët ne kemi botuar me tirazhe shumë të mëdha edhe për kohën, mbi 20.000 kohë, 20 dhe 25.000. Më pas, pastaj përsimi një autor shqiptar të njohur, cilin e kisha shok, e kisha të njohur për shumë kohë, Fatos Kongoli, me cilin kishim punuar në një korridor në shtëpinë botuese, romanet i humburi. Ne në atë kohë, me thënë drejtën, bisedonim shpesh edhe me time shoqe, Marianën, e cila fatikisht është gjutare, por kemi punuar bashkë, do thënë, jemi këshilluar, jemi për çdo gjë, duke bërë plan të botimit, duke zgjedhur titujt, duke përcaktuar vije, do thënë sa më shumë që shtoj puna, sa më shumë që shtoj vëmendja e publikut, kërkesa për tituj të ri e kështu me radhë. Pra çdo gjë mendoj mirë, por ajo që ishte e rëndësishme ishte që ne kishim përvojën. Është shumë e rëndësishme. Dhe dua të them që edhe shtëpitë e tjera botuese që u hapën pak kohë mbas nesh, ose disa muaj më vonë, ose disa vite më vonë, pjesa më e madhe e tyre kishin profesionistë që vinin nga shtëpitë botuese, që vinin nga revistat, nga gazetat, pra ishte një klim. Jo të gjitha për tyre e kanë vazhduar jetën botuese, do thënë kanë pasur fate të ndryshme, por ne, mund të them me krenari, me kënaqësi që ne e vazhduam me sukses. Jemi mirëpritur nga lexuesi gjithmonë, do thënë jemi një markë e sigurt. Duket në fakt edhe nga librat edhe nga autorët, sidomos ata të huaj që vinë në Shqip. Më thatë që librat e parë kanë qenë autor shqiptar, zoti Petrin. Cili ka qenë libri i parë i huaj dhe si ka qenë ai momenti i vendosjes së kontaktit me autorin, marrjen e të drejtës së autorit për ta botuar në Shqip, shitjet, meraku, si do ecë, si do pritet nga lexuesi, si do përkthehet, si do pjesët e tjera pasaj të punës. Unë kujtoj që Për të krijuar më pas ndjes për ndërprerjen besueshmërinë tek të huajt pastaj. Unë kujtoj 2 libra ndër autorë të huaj, ka qenë Një misteret e thellësive dhe Një kryeqytet në tjetër. Fatikisht to kanë qenë libra pa të drejta që i kishin kaluar të kufit kohor, gjëra të cilat ne morëm veç më vonë për hir të së vërtetës, sepse në vitin 91 informacioni për çështjen e të drejtat të autorit, për respektimin e këtyre ligjeve të pronësisë intelektuale etj. Pothuajse mungonin fare në Shqipëri, domethënë. Sepse më parë në shtëpitë botuese shtetërore nuk respektoheshin këto, edhe nuk respektoheshin edhe për një fakt, domethënë që Shqipëria nuk ishte aderuar në këto konvente ndërkombëtare. Fatikisht Shqipëria ka aderuar në Konventin e Bernës në 1994 me nënshkrimin e kësaj konvente nga ministri i asaj kohe i kulturës Dimitër Anagnosti. E kështu me radhë, por ne kemi rënë në kontakt shpejt me informacione duhur për këtë gjë. Në fund të vitit 91 ose fillimi i vitit 92, nuk jam shumë i sigurt për muaj, se kanë qenë dimër, do të thënë dimri 91-92-shit, u hap në Tiranë një ekspozitë e librit gjerman dhe kujtoj një zotëri shoqatës botuese gjerman që shoqërohet tek këtë ekspozitë, një zotëri nderuar Armin Jeter, e kujtoj dhe tani emrin. Ai, si thuash, bashkë me hapjen e ekspozitës, organizoi dhe një takim me ato pak botues që ishin, edhe çfarë kishin ngelur nga rrjeti botues shtetëror, të themi, dhe na foli për këtë konceptin edhe rregullat e lojës në fushën e botimeve. Atëherë ne këto kanë qenë informacionet e para për çështjen e drejtës së autorit. Pastaj në bashkëpunim me shoqatën e botuesve gjerman dhe me zotin Armin Jeter dhe me të tjerë që njohen pastaj kur vatim në Gjermani, organizua pjesëmarrja e parë e një grupi botuesi shqiptar në Panirin e Librit Frankfurtit, që është aktiviteti më i madh libror në gjithë botën, do thënë edhe sot e kësaj dite. Do thënë aty është gjithë bota e librit në gjitha format e saj, të biznesit, të autorëve, të agjentëve letrarë, shtëpia botuese, ilustratorët, piktorët, çdo gjë e librit është aty në këtë botë që është
paneri i librit i Frankfurtit. Pra në 92 në tetor, ne kemi qenë 5-6 botuese private në aty dhe, si thuash, aty filluam të kuptojmë vërtet se ç'është libri. Nuk i njihnim për masat e botës librit, do thënë njihnin kështu më shumë nga ç'kishim lexuar, ose ata pak shokë e shoqe të anët që kishin pasur mundësinë të merrin pjesë në disa aktivitetet librit, po përgjithsisht nuk rrëfehej shumë, domethënë, ato që qetësi. Nuk rrëfehej. Kështu që dhe aty kuptuam që nëse ti do të hysh të marrësh pjesë në këtë botë të madhe të librit, do të respektosh rregullat. Nëse ashtu sigur se nëse do luash futboll, do respektosh rregullat e futbollit, nuk mund të t'i biesh topit pa rregulla. Kështu që edhe kjo puna jone e botuesit privat do të kishte sa rregulla. Edhe ne filluam të mësojmë. Kemi bërë shumë trajnime edhe këtu në Tiranë, kanë ardhur shumë institucione të huaja, bashkëpunimi me, për shembull, pak më vonë u hap Fundacioni Soros, që kishte një sektor për botimet, programi i botimit i ambasadës franceze ishin, gjermanët kishin përsëri mbështetje për pjesëmarrje për një me projekte të ndryshme, pra kishim këta. Në atë kohë u hap në Tiranë edhe Qendra Amerikane e Kulturës, me një zonjë të nderuar Cynthia Kepës, si ne kujtojmë me shumë respekt. Edhe ato kishin një program shumë serioz, shumë të mirë, do të thënë, dhe të gjitha këto, si thua, na disiplinuan që ju do bënin pjesë në këtë botë duke respektuar rregullat. Kemi bërë shumë trajnime brenda dhe jashtë në workshope të ndryshme. Kujtoj një udhëtim një mujor që kemi bërë nëpërmjet Qendrës Amerikane të Kulturës në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku kemi shëtitur për një muaj në industrinë e botimit në Shtetet Bashkuara, kuptohet. Këto të gjitha ose takime pjesëmarrje në, siç thash, në Frankfurt Book Fair, në sallon e librit të Bolonjës, të Parisit, të gjitha këto ishin ditë, javë, muaj dhe vite mësimi, ku ne, si thuash, u përgatitëm, u formatuam vërtet si botuese, ata që deshin, kuptohet. Ata që deshin, përse koha i nxori jashtë. Pra, kuptuan një gjë shumë themelore, që duhet të respektojnë rregullat, dhe një nga rregullat kryesore ishte respektimi të drejtës së autorit. Nuk mund të aplikoje për asnjë mbështetje, për asnjë gjë, për asnjë botim, pa patur këtë të drejtën e autorit. Dhe filluam dhe të bëjmë kontratat, pra. Filluam të bëjmë kontratat e para, më kujtohet kur kemi marrë modelet e para të kontratave, që i përkthyem, që i bë. Do thënë është një botë shumë interesante, unë kujtoj shumë me shumë detaje, do thënë do duheshin orë, do thënë që të shpjegoja se si kemi punuar ne të diturisë, po edhe mjaft botues të tjerë, pastaj që ishin ose që erdhën më vonë. Pra, kjo bota jonë e botimit filloi të pasurohej, të dinamizohej, të marrë një gjallëri të veçantë. Dhe pastaj fillon edhe egoja personale për të arritur cilësinë edhe për të marrë autorë që janë me zënë për botë, qofshin ata që jetojnë, që nuk jetojnë, por që kanë në vepra, qoftë edhe ata që kanë jetuar. Mi fundit që është nga jeta, unë kam përpara 2 libra të i ndjeri Umberto Eco me librin numri 0 dhe Varreza e Pragës. Si ka nesur të 2 libra? E mbotuar së fundi, Umberto Eco vjetë në 2015 është sjellë në Shqip. Këto, ju do më thënë morë shumë mirë një autor nga më të mëdhejt, vërtet të gjitha kohëra si autor, do thënë është në ato që janë në pjedestalin e letërsisë të vërtetës botërore. Këto 2 libra që pyet ju kanë nesur shumë mirë, do thënë këto ribotohen vazhdimisht, edhe Varreza Pragës edhe numri 0. Ne, madje nga Umberto Eco, kemi botuar 10 libra deri tani. Kemi edhe 3 libra të tjerë në projekt. Kemi La Viersin e Foucault, që do të nxjerrim në tetor të këtij viti, është një nga romanet e rëndësishëm të Umberto Ecos. Kemi pas edhe 2 libra të tjerë postum, që do të nxjerrim në përsëri njërin Viaggiare con un salmone, do të nxjerrim këtë vit, në vjesht. Pastaj kemi edhe një libër tjetër studimor që do të nxjerrim vit në ardhshëm. Pra, Eco ne kemi ndër ato, si thuash, gurët më të rëndësishëm të veprimtarisë tonë botuese, po përveç Ecos ne kemi mjaft autorë të mëdhenj me përmasa botërore, si Milan Kundera, si J.K. Rowling, autorën e famshme të Harry Potterit, që përveç atyre ka dhe një seri të re tani që po e boton me pseudonimin Robert Galbraith. Do thënë deri tani ka dalë 3 libra në anglisht, në Shqip kemi nxjerrë 2 librat e parë, Kënga e Qyqes dhe Krimin e Mëndafshit. Edhe kemi librin e tretë do të nxjerrim këtë shtator ose tetor,
Karriera Skeqes, për si Galbraithit, pra Galbraithit dhe Rowlingu për shikuesit janë është një njëjtë, pseudonimi letrar. Po kështu kemi Zafonin, i preferuari im. Kemi Navarron, përsi nga Spanja, kemi autor italian, kemi pa fund me Andrea Camillerin, shumë të tjerë, do të thënë, nuk duhet të losë shikuesin duke numëruar, sepse ne kemi në këto 25 vjetë punën, ne kemi botuar më shumë se 1.000 libra, janë rreth 1.100 libra të botuar tituj nga më të rëndësishmit që janë në themet të kulturës botërore, edhe tituj pastaj që janë libra shumë të mirë, po që kanë për shtesëzime saktuara, për moshat saktuara, për shumë që nga libra të fëmijë, libra në ndihmë të shkollës. Ne, për shumë një nga drejtimet e veçanta, si që përmenda që pare ka qenë librat e Odisej Grillos, kemi disa libra nga Odisej Grillo, kemi dhe shumë përkthime pastaj. Odisej Grillo, për shumë që jemi aty, kishte 2 lloj botimesh, një ishin librat, do thënë, që thuash original të tij, dhe pastaj ka dhe një grup librash për shtatje për fëmijë që janë përsëri të tij, si Historia e Skënderbeut, si Don Kishoti i Manchës, si Lauta Marsis e të tjerë. Madje këtë kolan për shtatje, Odiseja e nisi si thuash nga bashkëbicedimet që bënin bashkë, edhe më Odisejën kemi punuar së bashku në shtëpinë botuese. Pra këtë seri për shtatje që janë shumë të suksesshme dhe janë shumë të dobishme, e nisim së bashku. Ne duke biseduar e duke shkruar dhe edhe këto 3 libra kanë hecur shumë mirë, përsi Odiseja është nga autorët më të kërkuar lehtësisë për fëmijë, po ashtu nga lehtësia për fëmijë, pastaj kemi mjaft edhe përkthime, shumë përkthime, të cilët normalisht është një detyrim, është dhe një kënaqësi e botuesve shqiptar që t'i japin lexuesit veprat më të mirë edhe të lehtësisë për fëmijë, t'i japin në gjuhën shqipe, sepse ne jemi të interesuar si gjithë shoqëria duhet të jetë, si shkolla duhet të jetë, të edukoj, të përgatisë një lexues të mirë, të përgatisë lexuesin në të ardhmes. Sepse ka të bëj shumë, ajo se çfarë i ofrohet një lexuesi për ta orientuar aty ku duhet edhe të marrë atë libër që duhet. Shiko, më falë të ndërpres, unë kujtoj kur kam qenë nxënës, kur kam qenë nxënës në shkollën Kosova, këtu në Tiranë, edhe në fillore, edhe më pas, ne kemi pas mësues shumë të mirë, shumë të pasionuar, që i njihnin librin, që na ushqenin me dashuri për libra, dhe kjo ne ka shoqëruar gjithkohën. Unë kujtoj për shembull kur kam qenë në gjimnazin Petronini, bëshin konkurse letërsie në pushimet e mëdha që zgjateshin, ashtu sigurisht se bëshin edhe konkurse tjera, të matematikës, të kimisë e tjera. Të gjitha këto nxjisnin interesin e nxënësve, të cilët të nesmen e jetës tyre u lidhën me letërsinë, apo me kiminë, apo me matematikën, kështu me radhë. Po shkolla është ajo që duhet t'japi themelin edhe të zgjojë interesat, edhe në këtë rast ne flasim për librin. Shkolla ka një rol të veçantë, të cilën vjen keq që e them, sot nuk po e luan ashtu si duhet në kushte të reja për të ushqyer dashurinë për librin, dashurinë për letërsinë tek nxënësit tonë. Me që se dolem pak tu, se duat këthejmë prap të botimet tuaja, e ka sfumuar pak teknologjia librin, e ka zvendësuar pak, e ka zhvendosur pak? Nuk mendoj. Ose libri elektronik, me gjithë sa unë jam për... Nuk mendoj që teknologjia e ka spostuar librin, e ka zhvendosur librin. Naturisht, merr një pjesë të kësaj vëmendje naturisht, se çdo gjë e re që lind, por ajo që ka spostuar kanë qenë është situata që kalojmë në Shqipëri, shqetësimet që ka kaluar vendi në gjithë këto vite, kupton? Kur shpeshherë mira familje në radhë parë janë të mendojnë si për ekzistencën e tyre. Natyrisht, ai që mendon për ekzistencën e ka të vështirë që të mendoj për librin. Apo jo. Por, megjithatë, në Shqipëri kemi një lexues shumë të mirë, kemi lexues besnik që e ndjek dhe unë e them vazhdimisht që librat tanë të mirë nuk vendëm. Librat e mirë që botohen në Shqipëri, autorët e mëdhenj që vinë në Shqipëri nuk vendëm, ato lexohen, përpihen nga mira lexues. Kurse për të kthyer te pjesa e dytë e pyetjes tuaj, libri elektronik padyshim edhe ai ka një ka zënë, po të marrësh në botë. Ka një vëmendje më të madhe sa tek ne. Por edhe këtu ka një veçantinë, qofse për shembull në Europë është më shumë prirja për librin letër,
Të printuar. Lexohet pak libër elektronik në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në kontinent e lagët edhe përtej oqeanit të vend. Lexohet Kanada e tjerë, lexohet pak më shumë libër elektronik. Do thënë raporti ta zëm qofse në Europë për shembull mund të jetë tek 7-8%, 9% varet nga vendi në vend. Në Shtetet Bashkuara ka rritje shumë, shkon edhe 20-30% libër elektronik që lexohet. Natyrisht kjo lidhet me ndërtimin e jetës, të gjithë e dimë në Shtetet Bashkuara u thot 2-3 orë në ditë për të vajtur punë, 2-3 orë për të kthyer dhe janë shumë gjëra. Ndofta dhe teknologjia kushton më pak atje, nuk jam në gjendje të bëj një analizë të arsye, por është tek neve. Libri elektronik ka hyrë tani së fundmi, janë bërë provat e para. Fillimisht kemi filluar me Vodafone, me kompaninë Vodafone, kemi bërë hedhjen e librit telefonik në mjetet e ndryshme, qoftë që nga telefonit, tabletet, iPhone-et, edhe iPad-et e kështu me radhë e tjerë. Njëkohësisht kemi provuar edhe me Amazonin, janë hedhur libra shqip, me se kemi problem me Amazonin, sepse Amazoni kërkon të nxjerrë përsëri gjuhën shqipe nga rrjetet e tyre, po të kërkojmë të rrjetet e tjera, ka shumë rrjete. Pra, edhe në Shqipëri, botuesi shqiptar po bëjnë punën e tyre për ta çuar librin edhe në këtë format elektronik. Fundit është një mundësi më shumë për të lexuar. Kështu që asnjë rrugë leximi nuk është e keqe, përkundër është e mirë. Rruga drejt dijes të nxjerrë në dritë. Ndërkohë sot keni një aktivitet tjetër po kaq të rëndësishëm në orën 18 tek Libraria Tirana Times në mos gaboj, nxjerrjen e një libër të fundit nga një autor shumë i njohur grek, Vasilis Vasilikos. Do të jetë edhe ambasadori grek aty në mos gaboj dhe vetë autori. Po, do të thënë fatikisht e kemi nesër ditën e hënë. Ndjes, nesër ditën e hënë. Unë me idenë që jam aty edhe kam programuar në trurin tim. Do të thënë, ditën e hënë do të vi autori Vasili Vasilikos, që është nga autorët më të mëdhenj të lehtësisë greke. Do të thënë, si thuash, lehtësia bashkëkohore greke ka 12 katënxaqësi dhe Vasili Vasilikos. Ai prezantohet për lexuesin shqiptar, ne kemi nxjerrë për disa javësh librin me romanin Z, Orgjia e pushtetit. Është një libër që ka bërë furore në kohën e vet, bile edhe është ekranizuar, është një film i famshëm që lidhet me vendosjen e diktaturës së kolonelëve në Greqi. Është një histori shumë interesante, kuptohet, me një personazh, me një gazetar. Është një histori interesante që ka libri, ju e dini se e keni lexuar. Dhe do të vi autori me ftesën e shtëpisë botuese Dituria, ashtu sikurse do thënë ne vazhdimisht ftojmë autor të shquar, përkthyes që të vinë në Shqipëri të njëjtë me lexuesin.